Po sa duhet me prit për me marrë përgjigje nga një person për martesë? Nuk ka afat të caktuar, por derisa ti humb shpresat, edhe pse këto shpresa mund të zgjasin me muaj apo me vite, çdo gjë me kohën e vet. Mirë është që nëse e taku vajza me një djalë ose djali me një vajzë, me i thoni një tjetrit, për shembull, mrena një muaji, mrena 2 jave, me caktu një afat kohor, me ma lujt një përgjigje, pra një gjevap, për ndryshe mos me prit katër, kupton? Se mund të zgjatet me vite tash, ti mos me marr përgjigje për sen me kohën e vet edhe me rrethonat e veta. Këto raste personi i cili është mjetësues në këtë mes, është mirë që ai me lëviz këtë situatë dhe me i thonë njërit edhe tjetrit, hajde jep përgjigje po ose jo. Pra nuk ka afat të prerë sipas fesë, por është mirë që në takimin kur bën takimi i parë, me caktu një kohë, shembull, brenda një muaji me i dhënë përgjigje njëri tjetrit.